Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet, madhërimet i takojnë Allahut të Madhërisëm. Përshëndetje dhe selamet i apërcjellin figurës më të ndritur të njerëzimit, Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnikë dhe të gjithë besimtarëve islam, të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Hamd dhe falënderime për Allahun e madhruar, i cili na udhëzoi në dinin islam dhe na përzgjedhi që të jemi nga ummeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam. I nderuar imam, shumë të respektuar xhamatlin, fillimisht më lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Njëkohësisht dhe bashkërisht ta lutim Zotin e madhruar që këto ditë të muajit të bekuar të Ramazanit, të cilat i kemi kalu, inshallah Zoti i madhruar na i ka pranuar, e ta lutim Zotin që të na dhurojë shëndet dhe jetë, që dhe ditët e mbetura na mundsoj që t'i kalojmë dhe ibadetet na i pranoj, që ditën e Bajramit, kur t'ja urojmë njëri tjetrit Bajramin, realisht t'ja urojmë sevapet dhe t'ja urojmë inshallah xhenetin. Falenderoj Hoxhën për ftesën, njëkohësisht e lut Zotin që ta shpërblej për mundin, kontributin, angazhimin që po e jep këtë xhamien, këtë xhamat, po dhe këshillin e xhamisë. Do të tham një fjalë që nuk po e tham prej modestisë, po e tham prej sinqeritetit. Hoxhën e juve e njoh qysh me dresi kur ka qenë në Zanz, edhe gjatë studimeve në Medine, sepse na ka rënë u taku shpesh, edhe kom mendu që me të vërtetë është i meqëm, edhe është i meqëm, po kësaj here me mua ka gabu. Ka gabu që më ka thirrë se nuk e ka thirrë Hoxhën tamam që duhet me kam. Po realisht i kom thonë këtina, ma shumë po vi për shkak të respektit se unë e kom pas djalin në Medine, edhe e ka pas një tratman pak më të veçantë, edhe pse s'ka arrit djali me kry atje, mirë po kem obligim moral që të mirën mos m'ia harru. Inshallah Zoti është problem. Pra, siç ju njoftoi Hoxha, temën për cilën do ta shtjellojmë bashkërisht është profili muslimanit sipas mësimeve islame. Allahu i Madhërisëm në Kur'an, në surën El Hashr, ajeti 7, po na thot Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë çka t'ju jep pejgamberi, merrni. Atë çka t'ju ndalon, largohuni. Gjithashtu, pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam thot: innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërgu, apo Zoti më ka thënë mua me i plotësu virtytet etiko-morale. Të nderuar xhamat, jemi në muajin e madhreshëm të Ramazanit, një ibadet i cili zgjat mas shumti prej obligimeve që Zoti na i ka bërë farz. Koha e ibadetit është prej sifyrit deri në iftar. Prandaj është me rëndësi shumë të madhe ta pyesim veten. Sa jemi në nivelin e përgjegjësisë para Zotit, para pejgamberit, para familjes, para të tjerëve. Allahu i Madhërisëm po na troket ndërgjegje dhe po na thot, nëse don me pas një profil, sot ta djem të ri, ju them drejtën, jam larg rrjeteve sociale, po ka pak po na imponohet me marë, kur don me këshyrë dikan, thot këshyrja profilin. Edhe une, nëse doni tash mu interesu për mu, këshyrë na profilin, ku jam o vëlla, shka jam, shka kom kry, shka po nëj, ku po shkoj, shka po tham, cila është veprimtaria jam. Zoti po na thot, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasane. Ju e keni modelin, yrnekun, mostrën më të mirën e të dërguarin e Allahut. Edhe po e përmendi edhe një fjalë turp që më ka bërë përshtypje shumë, thot i edukuari të edukon,
I ndershmi të nderon dhe I ligu në nëshmon. Lekad kane lekum, keni shembullin më të mirë. Kush po na këshillon, kush po na edukon, kush po na mëson, më I edukuar I njerëzisë, vula e pejgamberisë. E dini vllazën edhe xhamatin ndershëm, që feja jonë është besim, është adhurim dhe është sjellje e mirë. Çto tri pika janë kryesore. Tash, cila do prej këtyne, nëse nuk është e kompletuar, na nuk e kontestojmë se çështja e besimit është baza, temeli. Kur e ki temelin e fortë, e ndërton objektin. Mirë, po besimi I fortë reflekton me ibadet. Mos me pas besim sot agjërushëm se shijo, asone. Po nëse këtë ibadet e bojna që shdohet, ka me reflektu me sjellje të mirë. Atëherë, nëse duam ta pasojmë pejgamberin a.s., nëse duam ta imitojmë pejgamberin a.s., duhet ta njohim. Qysh mundesh me dash një njeri kurse nja? Qysh mundesh me shku një njeri për mas kur nuk ja din vlerat? Prandaj, jo ne muslimanët, po edhe orientalistët, edhe ata dushmanët e dinit, kur flasin për pejgamberin a.s., thënë, po karakteri I tij, sjellja e tij ka qenë nivelin më të lartë njerëzor. Çka po na thot Kurani? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti je në shkallë të lartë të moralit, po thot Zoti. E dini, e keni ndëgju kur ka ardhur në një grup I besimtarëve të Hazreti Aisha me vetë për pejgamberin, për cilësitë e pejgamberit, për moralin dhe sjelljen e tij, thot kana khuluqul Kur'an. Ka qenë personifikimi I Kur'anit. Disa transmetime tjera thonë, ela taqra'un el-Kur'an, a nuk po e lexoni Kur'anin? Po ai ka qenë Kur'an I gjallë që ka ecën në fytyrën e tokës. Të nderuar besimtarë, mirësjellja dhe respekti ndaj tjetrit është çështje e fesë. Ai që e ndon fen prej ibadetit, ai që e don fen prej sjelljes, nuk e ka kuptuar drejt fen ose e ka keq kuptuar fen. Kjo fe ka ardhur për njeriu. Objektivi I fesë apo fokusi I fesë është njeriu. Qysh njeriu me bë njeri të mirë. Njeriun me bo njeri. Dikush do të kishte me thonë hoxh, a je mirë moredi? Psa si jemi njerëza? Qële këta pleqt? Kanë thonë, nëse dy vllazën, ma bani halal, son shpeshere përdorin xhamatin tem Hasani Hyseni, po gaboj. Filoni edhe Fisteku, dy vllazën, Filoni është njeri, Fisteku është pa njeri. Në aspektin biologjik janë të njëjtë. Pse është ai njeri? Sepse ka veti njerëzore. Kjo fe neve po don me na zhvesh prej antivlerave. Kjo fe neve po don me na vesh me vlera etiko-morale. Sepse sa më shumë që të kemi vlera, qaq më shumë kemi fetari. Sot, fatkeqësisht, po kemi fetari të rrajshme. Çka është fetaria? Feja, fetaria dhe fetarizmi dallojnë. Fe është Kur'ani dhe hadithi. Fe është Kur'ani dhe hadithi. Fetari është unë si musliman, sa jam gjendje Kur'anin dhe hadithin me I jetësu në praktik për diqëmëri në familje dhe shoqëri. Fetarizëm, komunizëm, socializëm, kapitalizëm, dhe thot kur njeriu manipulon me çështje fetare për interesa personale, klanore apo grupore. Zoti na ruaj. Edhe një element po e thamë, bani halal. A keni po përpara, se unë jam imam që 32 vjet, edhe më ka ra me xhamat shumë me nejt. Edhe më kanë thonë, do xhamat më herët, o xheveni, a po përpara kanë thonë hoxhallar të vjetër, ban shka të thamë une, e mësëm qësh ka baj une. Qëre qfar politike, tullë kanë pasë. O vlodhi javë.
Po çaq është kapaciteti yt me kuptuar fjalën e hoxhës? Çaq është kapaciteti jam me kuptuar për shembull fjalën e këtij hoxhës ju që është doktor i shkencave islame, se unë me zanot jam tenexhigji. Çka mund të tenexhigjia me kuptuar në krahasim shkencave dhe në fe? Çfarë çka ka thonë ai hoxha? Këtu e ka kallëzu fetarin e vërtet veten, sepse unë po tregoj me Kur'an edhe me hadith, por nashta unë vetë nuk muj me i zbatu të gjithat, që është e pamundur. Sepse jemi insan, nuk jemi me loqe. Po ato çka po të tham une, ti bane, se une nuk qona me fol namaz natës, e ky hoxha apo haxhia qohet. Une nuk jap sadako, ky zotnia jep sadako. Ai tjetri i viziton familjen, ai tjetri e ledhaton kokën e jetimit, ai tjetri kur përshëndetet me vllahun e vet, e shtërngon dorën e i buzëqesh, unë kur t'jap një selam e këshyri më rroll sikur më avro babën. Kjo është fetaria. Të nderuar xhamat. Pra thash që fokusi fes është me formu njeriun si personalitet të shëndosh. Çka na ka thonë pejgamberi alayhis salam për muslimanin? Ekmelul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Prej muslimanëve apo besimtarëve të kompletuar janë ata që e kanë moralin e mirë. Gjithashtu, pejgamberi alayhis salam ka fol pse moralin e mirë. Po i vallahi për vllazën, edhe musliman, edhe me të rajt, edhe musliman, edhe me të mashtru, edhe musliman, edhe me të abo grupën, edhe musliman, edhe, nuk shkan bra kjo punë. Ku jemi rështu? Ka po e ngojmë? Nuk po e ngoj Hasanin, Hysenin, Filanin, Fistekin, po e ngoj Allahun dhe të dërguarin e Allahut. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, se ai nuk flet kur gjon nga hamendja e tij, vetëm çka është inspiruar prej Zotit. Muslimani është pozitiv. Muslimani është dobiprorës. Gjithashtu na ka tregu pejgamberi alayhis salam thot e habbun nas ila Allahi anfa'uhum linnas. Prej njeriu më i dashur tek Allahu është ai i cili ju bën mirë njerëzve, apo që kanë dobi njerëzit për ti. Ky aspekt i dobis, ky aspekt i të mirave, nuk banna se tash jemi materializu, po e qesim fokusin vetëm të ana materiale. Jo. Qore pejgamberi alayhis salam hadithet janë shumëta, që temër shumë e gjanë, po une musha me veç një pikës dvogël tujit me nxjerr prej oqeanit të madh të cilësive bekumet pejgamberit alayhis salam dhe porosive të arta. Pejgamberi alayhis salam e ka përshkruar muslimonin si bleta. Kemi raste si palmën. Bleta ke pas thot shetitna për lula, shkon e merr nektarin, ta jep bletën, por nuk e dëmton lulën. Nuk e dëmton. Po e merr ato çka është më e mira, po të provon diçka mirë, edhe nuk po ban dam. Hajde ta pyesun e veten. Jo si hoxh që jam atje në katon, po si antar i familjes, apo e lëndoj dikan. Kujna po i dhuroj të mira, sot mira po ja ofroj. Ku është gjendja jam, edhe shpirtërore, emocionale, fizike, familjare, shoqërore. A ma shumë kanë poshojnë hajr njerëzit për mija, po danë. Sigur palmën. Pse palmën? Sepse palma çdo herë është e gjelbërt. Hjeshia e saj është e vazhdueshme. Edhe një tjetër thot, muslimanët janë si një trup. Ku një pjesë e trupit dham e ndjerë dhimbjen krejt trupit. Pra, fusha e dobisë besimtarit është shumë dimensionale. Mas pari, hajde, sot jemi në këtë botë të dunjas, mos mashtrohemi që s'keme pas telashe. Mos mashtrohemi që s'keme pas probleme. Hajde une si antari familjes, apo si hoxh, apo ja letësoj naj kujt, naj telashe. Apo Zotin në rujt jam pjesë e telashe. Unë jam barë për te. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, men nefese an mu'minin kurbeten min kurbeti dunia. Kush ja largon muslimanit
një breng prej brengave të dunjos, Allahu Gjellëshanuhu kam i alargu nesër në ditën e gjykimit. S'po flasim për brenga ditën e gjykimit, sepse jemi para madhrisë Allahut, edhe nuk e dina çka do të bëhet me fatin tonë. Nuk ka një ditë e dy edhe me të shutë shtëpia. Aty është xheneti ose xhenemi. Është dita në të cilën la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Është dita në të cilën nuk të ban dobi as malli as evladi, veç kush kthehet te Zoti me zemër të pastra. Të nderuar besimtar, pejgamberi alayhis salam po na porosit jo vetëm me ja hjek një barr, apo me ja hjek një telashe, me ja lehtësu, mirë po edhe mu interesu për te, edhe në aspektin material, po mbi gjitha, nëse është një fjallë e urtë popullore, nëse nuk mund është më gëzu, bile më së me dhëna. A mujna vre me fut gëzimin shpirtin e vëllau tonë besimtar? Veç për cilë me vëmendje ju lutëm. Qërë po i të rritojnë a hoqës, selam aleikum, edhe selam aleikum. Selam aleikum, edhe selam aleikum. Thjerën e porë, thot, shka komër e kë, shaj pas në ma, shkon të shpia, e brenë, shka pas në folë, kush i pas ka thonë diqka, kur i thamë selam aleikum, elhamdulillah, u takuva mërburë i pësjeshër, në ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse s'ki sadaka me dhonë me pare, ibtisam fi wajhi akhike sadaka. Pësjeshë në ftyrën e vëllavëtan në sadaka. Po leje këto krejt, qëre pejgamberi alayhis salam çka po na porosit? Po na porosit që jona me dëmtu, jo mi bon të lashe. Këto hise heq, po thjesht as ndjenjat mos mi alëndu. Ndjenjat. Mas pari po e përmenim ajetin e Kur'anit që Zoti në surën El Isra 23 thot: "Fela takullahuma uffin." Uf, që kjo fjallë uf, qërë Zoti i ka thy gjitha regullat e gjuhëve të botës. Edhe shqiptari, edhe amerikani, edhe arabi, edhe turki, edhe kur thush of, e din që diçka nuk ka për të mirë. Prindve mos ja lëndonin ndjenjat as me uf apo me of. Lere mo me diçka tjetër, sepse ata janë shumë ndishëm. Pejgamberi alayhis salam po na mëson neve etikën e komunikimit edhe të mirësjelljes, që me komunikim mos mi lëndu ndjenjat e tjerëve. Çka ka thonë? Ju e dini që namazi, ka thonë më i dashur për mu është namazi, pejgamberi alayhis salam. Shpesh herë thot du me zgjat namazin, du me zgjat, mu knoq. Kur e nini zat fëmijës të qajt, shkurtoj, e ndërprej, pse nuk du me ja lëndu ndjenjat e nanës me rastin e vojt e vladit. Qore vllazër. Nuk du, namaz pejgamberi alayhis salam po toleron, po e shkurton, vetëm që mos me lëndu nanën me zonin e fëmijës, sepse prindi, veçanti nana, shumë lëndohet. Tjetra, në kam su pejgamberi alayhis salam thot nëse janë 3 vetë, edhe 2 vetë bisedojnë mes veti, i treti është jashtë loje, tham kushtimisht, mos bisedoni 2 pa e aktivizu tretin. E njëjta rregull është edhe nëse 2 vetë flasin një gjuhë tjetër, e i treti unë nuk di gjuhën angleze ose arabe, nëse hoxha flet me një shok të vetin, flet arabisht, automatikisht po më shku menja mu, mos po flet me diçka për mua. Edhe kjo fetarisht nuk është e pëlqyme, është e ndalume. Po çka është më interesant? Çore pejgamberi alayhis salam një ditë tunejt me shok, po ju thot, ka disa njerëz që nesër në ditën e gjykimit kanë me hyrë në xhenet pa dhënë llogari dhe pa asnjë dënim. Edhe një prej sahabëve me emrin Ukashe ibn Mihsan thot, quhen kon thot, o i dërguar i Zotit, lutem për Zotin të jam për tyne. Lutem me Zotin jam për tyne, thot për tyne je. Ti je njëri prej atyne. Një tjetër sahabi thot, o i dërguar i Zotit, lutë Zotin edhe për mu. Çka i tha këtij? Ta zuni ranin nuk ka sheja. Nuk i tha ti nuk je si kur ai. Nuk i tha ti je ma gjunaqar, nuk i tha ti je kështu, ti je ashtu.
po tha ta zoni ranin, pse nuk dashti mi a lëndu ndjenjat. Sot na shka i thot, ti e rakigji, ti e drogagji, ti e ashtu, pse feja, ka dalë Allahu jam, kush ka autorizu ty nemën të fesë, mi thonë këtë sane. Kush ka autorizu ty mi lëndu njerëzit, mi a lëndu ndjenjat, nemnin e fesë, për deri sa pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk i ka leju vetës. Edhe na ka porosit neve për një çështje tillë. A mos jemi krenar? A mos jemi krenar që jemi musliman? A mos jemi krenar që jem i ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam? Qore çfarë edukati ka pas pejgamberi alayhi salam? Metodën që i ka eduku sahabët. Pejgamberi alayhi salam edhe problemet e rana i ka trajtu me butësi. Që neve veç me naj përmen, popullohet që thamë, në ngritet tensioni, në ngritet temperatura. I ka marrë rastet me gjaktësi, me logjik edhe me arsye. E dini rastin, keni lezu e hoxha ka spjegu nashta me 10 herë, kur ka arni djali i ri te pejgamberi alayhis salam me një kërkesë të jashtëzakonshme. Me një kërkesë të papranueshme. Edhe i ka thonë ti më leju mu diçka që Zoti e ka bon haram. Më leju prostitucionin, më falni. Edhe pejgamberi alayhis salam as nuk i tha qysh s'po të vje morre, as nuk i tha mshile gojen, as nuk i tha që dili jashtë, as nuk i tha, do të thot as një fjalë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam tash po don me trajtu këtë rast, me shëru këtë problem psikologjik edhe emocional, duke mos e lëndu këtë djalin e ri. Edhe nuk pi thot, prani tjerve për e afrajon për vetës. Tha, po dënë më të leju kjo punë? Tha, po. A ki dëshirë dikush, tha, me bon me nanën tane? Tha, jo. Po me motrën tane? Jo. Po me halën tane? Jo. Po. Krejt raste tjera, tha, edhe të tjerët nuk kanë dëshirë që ta vojnë. Me ta. Edhe merë pejgamberi alayhis salam, si pas transmetimeve, ja qëtë dorën në krahëror, edhe lutë Zotin, o Zot, thot, zgjeroja gjoksin e ti, falja mëkatin dhe ruaja nderin. Jo, qëre vllazëm, shpesh herë na jemi njerëz. Emocionet ka një herë vlojnë, nashta na dalin për kontrollit. Jo që këti i erdhë marre, mi thonë pejgamberit alayhis salam, anis po e kry. Nuk ishtë qëllimi se ka shumë njerëz që i vjen marre para njerëzve, po në fsheta se ban, pejgamberi dashti me bind këto maspari, me bind që kjo nuk ban. E kur ta bind, atër s'ka san që ty mundet me shtime me bon. Kush mundet sot me nashti neve me prisha gjërimin? Absolutisht, pse? Se jemi të bindur, se jemi qunë së fër, e kemi mi bon një jetë për hirë të Zotit, edhe nuk ka forcë dhe fuqi që mundet me na prish. Do thot, me përjashtem, Zotin arrujt, kur ama për hatëre, për këtë gjë shumë rezistojna edhe nuk bim natë. Pra, ku jemi këto, ku hagatin e kemi, edhe një 2 minuta hoqë. Se jo ma shumë, absolutisht. Amen. Ka përdor pejgamberi alayhis salam një metodë interaktive me sahabët. Qysh bashkëbisedim. Jemi në muajin e madhreshëm të Ramazanit. Një rast, po ju thot shokëve, e të dërune me l-muflis, e dini kush është i bankrotum apo i falimentum. Shokë thanë, të ne, në thëmë fukarar rapital, popullorqe. Apo ai që ka dështu në biznesin jetë, po thënë sahabët, të na i falimentum apo i bankrotum është ai njeri që s'ka la dinarën wala dirham. S'ka as dinar as dirham. Pejgamberi alayhis salam nuk tha kështu jo, po e kuptoi që sahabët bankrotimin po e kuptojnë në aspektin material, në aspektin ekonomik, ndërsa aspektin moral dhe shpirtëror nuk e përmenden. Pejgamberi alayhis salam tha, jo, i bankrotuar është ai i cili
fal namaz, ai i cili agjeron, ai i cili jep zeqat, ai i cili kryen haxh, po përgojon të tjerët, shon të tjerët, maltreton të tjerët, derë gjakun e të tjerëve, apuzon me nderin e të tjerëve kështu me radhë. Minim aspekt, po na troket ndërgjegje që bankrotimi në aspektin material është shumë pak i dëmshëm nëse ti në aspektin intelektual edhe në aspektin shpirtëror kero për toke. Sot, dobit e ibadeteve janë shumë dimensionale, edhe dobija e agjërimit. Do me thonë, qka po na mëson kjo ibadet, që neve me na eduku, me na formu, me na bo një personalitet me bagazh. A na ka thonë pejgamberi a.s. Men lem jeda kaule zur, kush nuk e len fjallën e keqe dhe marifetet e soja. Komentatorët e këtij hadithi thonë fjala e keqe është rana. Felejse lillahi hajjetun, për Zotin nuk ka nevojë të me hiq dorë nga ushqimi dhe pija. S'ki nevojë. Le të reflektojnë për vllave jam këtë ibadet. Qysh me reflektu? Po, edhe nëse dikush të ofendon, edhe nëse dikush shon, Zotin na rujt, edhe nëse dikush sulmon forma dhe mënyra ndryshme, kul inni saimun, unë jam agjërueshëm. Nuk du më vllave jam me ra me një grad me ty, me një thes me ty, thot populli, sepse Zotin ka ngrit mu më nalt. Unë jam me ibadetin e agjërimit. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam po na jep këto mësime që neve me na ngrit si musliman. Ju muslimani me koni barabart me të tjerët. Krejt në fund. Sa po i marrim seriozisht porositë e pejgamberit alayhis salam. Sa po e marrim shembull jetën e pejgamberit alayhis salam. Sa po e jetësojmë praktikën për dishmërinë, familje dhe në shoqëri, moralin e ndritur ti, sa fëmijë tonë lexojnë edhe dinë për pejgamberin alayhis salam. Mbetet secili me dhonë përgjigjen për vete. Krejt në fund e lë Zotin e madhëruar që t'jemi pasus të denjë apo të përpikt pejgamberit alayhis salam. Edhe nëse të tjerët fare nuk na dojnë, vallahi thot, hisse kam hatër ato, po kë nuk të ranë, kë nuk të mashtran. Ai nuk ta shkel, nuk ta merr pasurinë, ai nuk ta shkel nderin, ai është korrekt. U kry puna, hisse kam jaran, ama kjo është mashallah. Inshallah Zoti na ndihmon. Ama bani halal vllazën, Zoti shpërbleft shumë falënderit. Veç të rëndit të vide imam